Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka festuar 100 ditorin e mandatit të tij të dytë në detyrë në një fjalim në stilin e fushatës, duke lavdëruar arritjet e tij dhe duke shënjestruar kundërshtarët politik. Duke përshëndetur atë që ai e quajti një revolucion të logjikës së shëndosh, ai tha një tur me mbështetësish në Michigan se po e përdorte presidentën e tij për të sjellë ndryshim të thellë. Republikani tallte paraardhësin e tij demokrat Joe Biden dhe drejtoi kritika të reja ndaj kryetarit të rezervës federale të SBA-s, ndërsa hodhi poshtë sondazhet që tregojnë rënje të popularitetit të tij. Duke folur në qendrën e industrisë automobilistike të Amerikës, Trump tha se firmat e makinave po bëheshin radhë për të hapur fabrika të reja prodhimi në shtetin e Midwest. Më herët gjatë ditës ai zbuti një element kyç të planit të tij ekonomik, tarifat për importin e makinave dhe pjesëve të makinave të huaja, pasi prodhuesit amerikanë të makinave paralajmëruan për rrezikun e rritjes së çmimeve. Në tubimin e tij Trump thash gjithashtu se sondazhet e opinionit që tregonin se populariteti i tij kishte rënë ishin të rreme. Sipas Gallup, Trump është i vetmi president pas luftës së dytë botërore që ka më pak se gjysmën e mbështetjes së publikut pas 100 ditësh në detyrë, me një vlerësim i ratimi prej 44%, por shumica e votuesve republikane ende mbështesin fuqimisht presidentin dhe Partia Demokratike rivale po has gjithashtu vështirësi në sondazhe. Shtëpia e Bardhë tha gjithashtu se pothuajse 65.700 emigrantë ishin deportuar gjatë mandatit të tij deri më tani, megjithëse ky është një ritëm më i ngadaltë se viti i kaluar fiskal, kur autoritetet amerikane deportuan më shumë se 270.000 persona.